Mbram televizioni Besa I pari ka publikuar pamjet e një personi të panjohur në Prizren, teksa e shqyen librin e shejt Kuranin, kanë shkaktuar reagim të madh. Sot shumë prizrenas këtë akt e kanë dënuar. Besnik Kiqe, që mba një qebaptore në rrugën e Saraqeve, tregon se si ishte personi I parë që e ka parë Kuranin në tokë dhe fletë shqyra. Me këtë rast ka ftuar një shok të tij dhe I kanë mbledhur fletët dhe Kuranin që e kanë dërguar në xhamin e Saraqeve. Shko me para tima këtu të këshia kër e pas Kuranin në tokë. Edhe u qudita, ta shka u ba din, edhe mora I mblodha ato fletat Kuranin, edhe erdha të visari këtu me këtë shokun, që shumë në gjami Kuranin edhe qështu. A ki pa të person? Ja, veç kur dolla në tokë e kom pa, edhe që këm ledh, e kina marrë kina që në gjami, edhe tash zishim shame me Kuranin. Shame kume, ka pas janë 20 fleta, po, edhe Kurani, edhe murëm na e qumë gjami e qështu. Bashkë edhe dy? Po, pa bashkë. Çka mendon, çka duhet bërë me atë person, konkretisht? Pa tash, shteti duhet më marrë me këtë person, se s'ka bo mirë, adin, këtë ditë Ramazanit për musliman, që s'ka bo mirë, po tash ti... Dhe pse mendon bashkë Prizren? Po, pëse në prezident bashkë është, që shme thonë, tu Ramazanin e feja është ma si, majnë ma shumë, tu në prezident. Po, si besimtat ma si janë prezident. Kurse posa ka ardhur Haleti Jonozi, tregojnë atij dhe pas kësaj, ai tregon për mikrofonin ton se ka hyrë dhe I ka parë inqizimet e kamerave dhe pas kësaj tani më është bërë publike. Si rezultat, policia e Kosovës ka filluar hetimet në drejtim të veprës nxitje e mosdurimit fetar. Akti kur ka ndodhur ne nuk kemi qenë këtu, se lokali ka qenë I mbyllur për Ramazan gjatë ditës nuk punojmë, mbrëmje masiftarit e hapim, fatmirësisht nuk kemi qenë këtu. Akti ka ndodhur rreth orës 12:10, unë pata diçka punë lokale, rreth orës 12:30 erdha. Po ditës. Rreth 12:30 erdha në lokal pata një punë dhe nuk pash asgjë në tokë. Erdhë një kojship, tha gjitha Kuranive, tha ke I shkyna për tokë, tha e mbledha e qova në xhamin tonë këtu afër Saraqet. Pastaj hyra te kamerat, ta shikum bashkë me kojshit inqizimin, me identifiku personin, por nuk e njoftëm kërkush. Edhe tash duhet më bëj diçka e madhe kjo punë, se s'është një akt I rëmtëmt, nuk për herë parë nuk di të mas qysh me reagu. Ishte edhe paksa emocional, nuk ka ndodhur te na një akt sidomos në Prizren, nuk njihet Prizreni. Pastaj vendosa e postova në rrjetet sociale të mia personale. Presoj me qenë me najt meta si qika I person, ai skizofrens, ato njeri normal, së di të na në Kosovë, në Prizren s'ndodhin këto raste, edhe pse në shembull shtetet skandinave nëse ndodhin të na jemi këtu të edukun për respekt fenë e tjetrit apo librin e shejt, sidomos Prizreni njihet. Ligji në të vendos. Ligji që atë thot që ajo. Koji si to idioti što su uradili, da paljat Kuran. To je od Allaha, to nije od čovjeka. To je Allah stvorio. Jo, shumë keq. Shumë gabim. Aktin e kemi po, në ka duk një akt shumë I rëndë dhe provokativ, na si musliman, për shkaq që bashkë në muajin e shenjtë Ramazanit edhe libri I shenjtë, mu ka duk një provokim shumë I madh, edhe kisha pas dëshirë që mu dënu, një me marrë një dënim shumë të madh ose të mjaftueshëm për këtë akt që e kanë bë. Ti ke pa personi këtu nuk ka qenë? Personin e kom pa, po nuk e kom pa duke u shky, domethënë libre, e kom pa duke lëviz knej, po nuk ma ka marrë menja, jo. Me po e njo, kështu personalisht nuk e njo. A ke pa ma herët këtë rrugë të person? Jo, për herë të parë kom po domethënë, dhe kom po djetë u sill, por nuk ma ka marrë menja diçka që ka me bo atë akt.
Në lidhur me këtë kemi kontaktuar Toker Shaqir Bityqin dhe I kemi pyetur lidhur me rastin. Por ai na njoftoi se kjo tashmë nuk është në kompetencat tona, por ka kaluar në kompetencat e policisë së përgjithshme në Prishtinë. Kurse policia e Kosovës ka dalur me një kombëtesë ku në mes të tjera thuhet. Lidhur me rastin, njësitët policore kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme policore, duke iniciuar rastin dhe se është njoftuar prokurori kompetent. Rasti është duke u hetuar. Mbrëm Radio Televizioni Pesa ka publikuar një video nga kamerat e sigurisë në të cilat shihet një person teksa ka grisur Koranin. Tashmë merret vesh se I dyshuari për këtë rast është arrestuar.